Miqtë e mi, rikthehem në fshatin Fajz, ku ndodhe me banorët e këtij fshati, por dhe të fshatrave tjerë që preken nga një rrugë që vetëm emrin ka rrugë. Sepse është kaldrëm total dhe mundet që me makinat vogla të lini sodokartin në rrugë, në çdo moment. Tani kjo rrugë nuk është shtruar në 35 vite. Ne e shohim se po të kishte pas një gjurmë asfalti, do thonin po, e pam një gjurmë. Të vetëm gjë që pam në rrugë ishte një zotëri me një lopatë që mbushte ca gropa. Edhe një fjalë për bashkinë tonë. Si të quajnë vlla? Sadik Poça. Po, Sadik. Sa vjeç je? 43 vjeç. Me çfarë merresh? Si e ndërton jetën? Jetën e ndërtoj me bujqësi. Me bujqësi. Blegtori, bujqësi. Sa dele ke? Sa kështu? Kam afër 250 copë. Paske mirë. Paske super. Merr në një subvencion paktën? Subvencionet janë veç sa për formë. Sa ka vajt për dele? Si vjet me stadione kanë po 15 se 12 ka qenë. 12 me ndash me kosta ajo pastaj. Po edhe ato e doshin për gjys, edhe deri më rishim finale me pak fjala si gjë. I ke marrë lekët për këtë vit? Jo, akoma. S'kena aplikuar lar për këtë vit. S'kemi aplikuar, okay. Tani, ta hiqim një paralele, sa afër e kemi kufirin. Sa e ka Kosova? Kosova e ka 100 herë më shtet se ne. Sa e ka? 470 herë ka për një lop Kosova. Po për dele? Për dele ka 30 herë. Ne kemi pasi 100.000 lekë për lop, e 12.000 lekë për dele, e? Aj që kemi në rregull. 17 vite shtet, ka këto të ardhura. 20 kilometra kufin për këto është. Ne të kuptojnë edhe ata që s'kemi gjë me Kosovë, ne lumturojmë që Kosova e ka lartë. Ne duam standard për veten tonë. Kemi fatin që kemi Kosovën në afër. Kemi fat. Pse ke? Fat e kemi se naftë 500 lekë litër më lirë kemi këtu. Atje shkonin në Kosovë? Po fjalë. Me çam e mor, me çam mos anë 500, me çam punohet kjo. Me no. Me çam mo doktoria, me no. Vështirësive në dogana që nuk lajnë me marrë 1 kg naftë. Vjen jati atje e merr me 500 lekë litrën, e shëtisin nëpër ditë krejt Evropën, ne e marrim me 2000 lekë litrën për me punuar, me mbijetu. Qa do me thënë kjo që nafta për jahtet është pa taks, nafta për makina dhe shpe taks. Po pa tjetër, po pa diskutim fare. Pa diskutim fare. Sepse nga ato jahtet, ekonomia jonë fiton. Do të heqim nga karburanti për prodhim bujqësor, akcizën, do të heqim nga karburanti për prodhim bujqësor taksën e qarkullimit, do të heqim nga karburanti për prodhim bujqësor dhe taksën e karbonit. Do të ulim gjysmë për gjysmë mesatarisht çmimin e karburantit për fermerët. Bashkia nuk ka çaba bashkia, se bashkia një bashki që kemi ne ka një skavator, ka një fadrom, 2 kamiona. Janë 60 fshatra. Qa ban bashkia? Ka ardhur ndonjëherë këtu bashkia? Ka ardhur burr, po bashkia Ka çaj ban. Unë ne pam një banor me një lopatë gjunte gropat. Ai nuk ka buldozer. Ai punëtor krau, ai nuk ka çaj ban, ai për ditë del. Ai që mbushte ato gropa. Për ditë del, po çfarë do bëjmë një lopatë ai? Po s'ka, nuk ka buldozer ai. Edhe material. Material nuk mund t'i del më kanë një i ndërgjegjshëm. Unë me kanë vend aty nuk mund, nuk kapet. S'kapet me çakull me. Do të thënë ai personi mbulon 11 kilometra? 3 kilometra. 3 kilometra i mbulon ai zotëria. Ja, nuk e